thënë kjo, Rizarta, duhet të mësohesh pak, ti je shumë e re, je pas stërvitur me studio televizive dhe kryesisht do t'jetë tendenca që të kafshojnë, të sulmojnë, të hanë. Unë uroj që ti të mbetesh e freskët, e njome, pastër, çiltër, tashmë që e futur në fushën e showbizit, edhe më ke pëlqyer në Big Brother, pavarësisht që nuk kishe ndonjë dinamik shumë të madhe aty brenda, por mendoj që formatet të tilla kanë nevojë edhe për pak vajza stil alla parisienne edhe kështu si ti. Mendoj që mund të kishe pasur më shumë sukses nëse do kishe vazhduar raportin tënd miqësor, pavarësisht që publiku ka nevojë të vëri terma të tjerë me gjestin dhe duke nxjerrë jashtë loje Eglin. Pra mendoj që kjo mund të kishe qenë karta jote e suksesit, por totalisht zgjedhja jote. Të them bëj pak kujdes nga Aldo. Aldo është më i rritur, më me shumë eksperiencë. Ka një marrëdhënie të papërfunduar jashtë që nuk e di më është i divorcuar. Nuk di asgjë nga brenda jashtë. 3 muajve në Big Brother është përfolur për 3 vajza të ndryshme, një herë me Livia, një herë me Olon. Që është djalë mirë, se unë e njoh dhe kam punuar. Është fiksi që ke njohur. Ka bërë casting për aktore. Me po të njëjtë ti je pak më shumë vigjilente dhe nuk do doja të pëlqen shumë edhe kjo pjesa që unë ndjeva e përdorur në fund të gjës dhe e kemi bërë bisedën me Aldon që kjo njohja këtu do stopoj. E kemi thënë këtë. Nuk i dhash mundësi gjës thjesht nga vlerësimi dhe nga konsiderata që ne kishim për njëri tjetrin dhe thamë qofse ky nuk është përdorim dhe qofse është diçka e vërtet, jashtë mund të vazhdoj si gjë. Po në atë moment të lojës nuk mundej dhe prandaj unë e kërkova nga Aldo që të ndalonte kjo gjëja. Edhe diçka Hedi mund të shtoj pavarësisht që nuk e kemi Olën sot, i sigurt që do e shohim në vazhdim në studio televizive të Top Channel, por jam i sigurt që do e shohim programin dhe mendoj që pasi të zgjohet, të kthjellohet të gjitha, mendoj që i detyrohet një kërkim ndjese të gjithë shqiptarëve që nuk janë në kushte të mira ekonomike, pasi ka parë një deklarat jo të bukur të Olës gjatë kësaj jave me Gjesin duke i thënë që ti je i varfër, pavarësisht që u mundua ta manipuloj duke thënë që e kisha në kontekstin një i varfër mendërisht, por është fatkeqësi të jesh i varfër, të gjithë e dimë të në korat që jetojmë, por më shumë fatkeqësi është kur ta bëjnë evidente këtë gjë dhe ta përdorin për të sulmuar. Po, e vërtet. Dhe në fakt i varfër është ai person në shpirt që e thot këtë lloj gjëje. Kështu që uroj që Ola ta dëgjojë këtë deklarat dhe të bëjë një reagim. Se të gjithë mund të gabojnë patjetër. Reagim për të kërkuar falje. Do doja të flisja pak edhe me Virse Erlon për reagimet, se ti ke patur disa reagime në rrjetet tua sociale për Jul Dedën edhe për Ilnisa Agollin. Dhe në djenin ton ti ke një marrëdhënie shoqërore me Ilnisën, ke pasur, nëse nuk gaboj? Kam pasur një marrëdhënie shoqërore me Ilnisën, është e vërtet, por pas daljes ose më saktë që para hyrjes në ndjes kem pasur disa atërmbetje të vogla që janë përkthyer dhe barazuar me një blog në Instagram edhe me story nga Ilnisa. Patjetër. Cila është arsyeja?